Këngëtari i njohur shqiptar Luiz Eili ka publikuar këngën e tij më të re të titulluar Dy fjalë. Kjo balade ndjer i këndon dashurisë dhe ndjenjave të thella që përjetohen në marrëdhëniet e rëndësishme të jetës. Teksti i këngës është melankolik dhe i pasur me emocione duke i dhënë këngës një atmosferë intime dhe prekse. Vargjet përshkruajnë situata që mund të prekin secilin prej nesh, duke e bërë këngën shumë të afërt me dëgjuesin. Kënga është shoqëruar me një videoklip artistik, i cili pasqyron tematikën e dashurisë dhe e thellon më tej mesazhin e saj emocional. I realizuar me një ndjeshmëri të lartë vizuale, klipi sjell në ekran momente që lidhen me dashurinë, kujtimet dhe ndarjet, duke e bërë këngën edhe më të fuqishme dhe të ndjerë. Që pas publikimit, Dy fjalë ka arritur mira klikime në YouTube dhe është përshëndetur me komente të shumta pozitive nga fansat. Publiku e ka pritur me entuziazëm, duke konfirmuar edhe një herë se Luiz Eili mbetet një ndër artistët më të dashur dhe më me ndikim në muzikën shqiptare. Kënga dëshmon talentin e tij për të shprehur emocione të thella përmes muzikës.